Erozioni që po gryen Kodrën rrezikon 10 banesa në zonën e Porto Romanos. Ditët e fundit, situata është mjaft problematike, pasi rruga që përshkron këtë zonë ka qarje të konsiderueshme, ndërkohë që tek munet rrethuese dhe oborret e banesave, ditët e fundit janë shfaqur edhe qarje tokës që janë mjaft evidente. Banorët e shqetësuar thonë se ka njoftuar dhe njësinë administrative, por askush nga autoritetet nuk ka ardhur ta shohë nga afër situatën. Banesat në këtë zonë janë të gjitha legalizuara, por nëse rrëshqitja e tokës do të vijojë, situata mund të kthehet mjaft dramatike për ta. Efektet e erozionit dallojnë qartë në shumë godina, të cilat kanë marrë tashmë dëmtime të pariparueshme. Fenomeni vijon prej disa vitesh, por nëse nuk ndërhyet nga autoritetet, banorët rrezikojnë në rastin më të mirë të mbesin të izoluar nga dëmtimi i rrugës dhe në rastin më të keq të ngelen pa shtëpi. Këtu ka vite që është këtë toka. Ja për shkak kur ke këto, ja shtëpia e konatit tim, ka punë jashtë një jetë edhe ka ndërtuar ka me leje, jo pa leje, se mund të thotë pse ka ban pa leje, njëri tjetrin ka me leje, shi si ka ikë. Shi shtëpia tjetër si ka ikë. Aty ma vjen çini. Ka qenë vil 3 aty, ajo është duk fare. Rruga këtu është prish. Kur është ju, kjo usham iku kjo pjesa këtu, na rrezikohemi edhe na vetë. Shihet puna se si është, kemi qenë bashki. Tha i kryetari i bashkisë, tha sikur tha që dojnë ko, tha vje tha edhe e shok. Alo, se sa kusha gjanë, në kjo mund vinë, nëse dim po. Na jemi të rrezikuar. Kjo avaz ka 3-4 vite, kurse 10 ditën e fundit, nga kjo erozioni tokës, ka ardhur ndonjëherë domon deri ke shtëpia të ka ardhur. Shamja domon plasaritje edhe shtëpia edhe vendit për afër. Edhe rrezikohemi nga dita në ditë, edhe në shtëpi edhe sikur flajm natën, rrezikohemi për t'ikë poshtë. Kemi shku, kemi njoftuar aty ke qendra administrative, kanë thënë do vim për të ardhur, s'kanë ardhur. I kemi njoftuar edhe për problemet e është 20 kV që është këtu njitur me rrugë, si do bëhet hataja nëse ikë poshtë. Edhe kështu deri tash kemi një mëshirë të Zotit. Prefektura ka bërë të njohur se po njoftohen të gjitha instancat përkatëse mbi situatën kritike dhe në vijimësi do të vendosen mbi hapat që do të ndërmerren në terren.